Po, në tërësi nuk e di se sa të këqija janë ndryshimet. Ajo çka di është se kriteret thonë se kjo përfshirje i mundsoi qeverisë së Ramës t'i vihet pas Sali Berishës, i cili sigurisht që është një kritik i madh i përfshirjes së George Sorosit në Shqipëri. Sali Berisha është pallur non grata nga sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken. A keni më shumë informacione? Sepse ne kemi pyetur disa herë dhe ende nuk kemi marrë një informacion konkret se pse është pallur si i tillë, pse konkretisht është pallur non grata. Pra jo thjesht deklarata zyrtare e sekretarit shtetit, po shkaku konkret. Kjo është një lëvizje shumë shqetësuese nga administrata e kaluar e Bidenit. Ajo çka kemi parë është bashkëpunim midis grupeve të financuara nga Sorosi dhe USAID-it, qeverisë federale gjatë administratës së Bidenit. Tematika e librit tim, The Woke Topos, grupimet e parave të errta që manipulojnë qeverinë federale, është që shumë grupe aktivistësh të majtë, të mbështetur nga Sorosi dhe rrjeti i tij i parave të errta, financuan administratën e Bidenit. Dhe këto lidhje mund të kenë pasur një rol në këtë lëvizje të Blinkenit. Kjo është një lëvizje shqetësuese, për të thënë të paktën, kur shikon qeverinë e Shteteve të Bashkuara të kundërshtojë Sali Berishën në këtë mënyrë. Mendoj se jemi të fokusuar te Shqipëria, por është kjo pjesë e një historie më të gjerë, pra me sa kam dëgjuar, përfshin dhe vendet e Amerikës Latine apo dhe vende tjera. Po, të dyja, qoftë USAID, por edhe Fondacioni Shoqëria e Hapur, kanë bashkëfinancuar projekte të ndryshme për rreth botës, shpesh duke advokuar për të njëjtat kauza ideologjike që promovoi Sorosi, si dhe administrata e Bidenit. Presidenti Trump është duke mbajtur një qëndrim të fortë kundër kësaj ideologjie korruptive. Ky ndryshim është përshëndetur në Shtetet e Bashkuara, pasi qytetarët amerikanë votuan kundër kësaj ideologjie. Ka pyetje për të cilat do doja të merrja përgjigje, dhe që lidhen me përfshirjen e George Sorosit dhe Alex Sorosit në rastin e Shqipërisë, dhe për ndjekjen e Sali Berishës, si edhe mënyrën me anë të cilës është përgjigjur dhe ka punuar qeveria e Ramës me ish administratën e Shtetit Amerikan. Zoti O'Neill, nga i keni marrë këto informacione lidhur me përfshirjen e Sorosit në Institutin e Menaxhimit Lindje Perëndim? Kryeministri shqiptar ka deklaruar se Soros kur nuk është përfshirë në shpalljen e zotit Berisha non grata. Nuk kam prova konkrete për përfshirjen e Sorosit në shpalljen e Berishës si non grata. Ajo çka di është që kritikët bëjnë lidhje të tilla, dhe këto lidhje janë aty. Për sa i përket financimit të Institutit Menaxhimit Lindje Perëndim, burimet vijnë direkt nga qeveria e Shteteve të Bashkuara. Instituti i Menaxhimit Lindje Perëndim po ashtu liston Fondacioni Shoqëria e Hapur si një prej donatorëve të saj, duke pasur një marrëdhënie shumë të gjatë me njëra tjetrën. Nuk është e vështirë që të bëhen lidhje të tilla, duke u mbështetur tek këto baza. Sa i madh ka qenë ndikimi i George Sorosit, fondacionit të tij ose ndoshta edhe djalit të tij Alex Soros në administratën e Shtetet të Bashkuara gjatë presidencës presidentit Biden? Ka pasur një ndikim shumë të madh. Jo vetëm që shikojmë Alex Sorosin në mënyrë të vazhdueshme gjatë fushatës të zëvendës presidentes Kamala Harris dhe demokratët e tjerë të lartë që garonin për poste, por po ashtu kemi parë shumë organizata të ndryshme të financuara nga George Sorosi nëpërmjet Fondacionit Shoqëria e Hapur, duke bërë thirrje të ndryshme, duke pasur një ndikim në politikën brenda administratës së Bidenit. Për sa i përket Departamentit Amerikan të Drejtësisë, masave të ndërmarra kundër naftës dhe gazit, hapjes së kufive në jug të vendit, duke lejuar emigrimin në shifra të larta. Po ashtu pam se gjatë ditëve të fundit të administratës së Bidenit, presidenti Biden dekoroi me medaljen presidenciale të lirisë, vlerësimin më të madh civil, George Sorosin, dhe Alex Sorosi e mori atë në emër të babait të vet. Alex Soros e ka vizituar shumë shpesh Shqipërinë, dhe duke menduar rëndësinë e vendit, kjo duket pak se e çuditshme. A keni ndonjë informacion se pse janë kaq forta marrëdhëniet midis Sorosit dhe Shqipërisë? Kur them Shqipërisë, natyrisht dhe vendeve tjera fqinj, si Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Malizi.
Burimet e mia tregojnë se George dhe Alex Soros duket se kanë zgjedhur Shqipërinë si rastin e parë të provës për parat. Operacionet dhe përpjekjet e tyre për të ndryshuar mënyrën se si punon qeveria në Evropën Lindore. Shqipëria ka vëmendje shumë të lartë, po ashtu duhet kem parasysh që George dhe Alex Sorosi kanë marrëdhënie shumë të ngushtë me kryeministrinë e Shqipërisë. Mendoni se qendra e Sorosit për rajonin në Shqipëria? Këtë gjë më kanë treguar burimet e mia, po. Po përveç fondacionit Soros, çfarë informacionesh keni ju për financimet e USAID-it në Shqipëri? Keni ndonjë hetim ose më shumë informacion? Më së shumti lidhjet që gjeta atje janë nëpërmjet Institutit të Menaxhimit Lindje Perëndim dhe reformat që kanë promovuar në Shqipëri, si dhe financimet e kryera nga Sorosi kundrejt këtij instituti. Megjithatë, ka shumë organizata të tjera, të cilat kanë qenë të varura financiarisht nga Fondacioni Shoqëria e Hapur dhe grupe të tjera të Sorosit, të cilat operojnë aty në Shqipëri. Duke qenë pak më global, mendoj se USAID ka pasur rëndësi kritike për sa i përket ndihmave të ofruara ndaj njerëzve dhe shteteve të varfra, por edhe për demokracinë. Tani më çdo gjë është ndalur. Çfarë mendimi keni për këtë gjë, për këtë ide të presidentit Trump? Jo çdo gjë është ndalur. Sekretari i Shtetit Marco Rubio e ka bërë të qartë se disa grante dhe ndihma jetëshpëtuese do vijojnë të ofrohen. Megjithatë, mendoj dhe është e rëndësishme ta vendosim këtë gjë në kontekst. USAID, edhe pse ofron ndihmë për njerëzit, qëllimi i tij ka qenë ushtrimi i forcës së butë të Shteteve të Bashkuara nëpër botë. Gjatë administratës së Bidenit, edhe gjatë administratave të tjera, kemi mira fonde të USAID-it, të cilat janë dedikuar kauzave të ndryshme, të cilat nuk gëzojnë mbështetjen e të gjithë amerikanëve, dhe të cilat në fakt cënojnë lidhjet tona me shtete të ndryshme nëpër botë. Promovimi i ideologjive të ndryshme, si ideologjia e gjinive dhe promovimi i diversitetit, barazi dhe gjithëpërfshirje, pra ideologji marksiste e maskuar në një gjuhë të bukur. Ajo që ka bëri Trumpi është se ka ngrirë një pjesë të konsiderueshme të këtyre fondeve për të siguruar që mund të shkojë përshtat avancimit të interesave të Shteteve të Bashkuara në të gjithë botën, dhe jo prezantimi i një ideologjie që shpesh është në mospërputhje jo vetëm me qytetarët amerikanë dhe paratë e taksa paguesve, por po ashtu edhe me disa shtete të cilat jo domosdoshmërisht i mbështesin këto ideologji. Kështu që shpenzimi parave në promovimin e ideologjive dhe politikave të tilla në fakt na largon më shumë me disa prej aleatëve tan jashtë vendit. Pyetja e fundit, dhe duke i rikthyer çështjes Berishës dhe shpalljes tij non grata. Ju thatë më parë se është një zgjidhje e bërë nga administrata Biden pas influencës ideologjike, megjithatë është ende e vlefshme. Berisha mbetet ende një person i shpallur non grata nga Departamenti i Shtetit të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Dhe tani më që sekretari i Shtetit është Marco Rubio, i cili ka dërguar dhe një letër ish sekretarit të Shtetit Blinken për këtë arsye, jo për Berishën, por për familjen Kishner. Mendoj se ajo çka do të shohim, dhe në fakt jemi duke e parë te administrata e re, është ndryshim politikash në çështje të ndryshme. Jam shumë kurioz të shikoj nëse Marco Rubio do të ndërmarrë ndonjë qendrim për të ndryshuar shpalljen e Berishës si person non grata, nëse ka për të rikonsideruar qendrimin amerikan kundrejt Shqipërisë në përgjithësi, dhe nëse është duke parë ndikimin e Sorosit te USAID-i dhe agjencitë e tjera, dhe kjo do të sjellë një ndryshim të qasjes së Shteteve të Bashkuara kundrejt çështjeve në Shqipëri dhe sidomos çështjes së Sali Berishës.